pyetje, po s'do bëj pyetje, se nuk e gjua deri në fund. Po pra, po atëherë ta përfundoj unë. Nuk vazhdoj kjo histori, nuk mund të vazhdoj kjo histori. Edhe një herë. Nuk mund të vazhdoj kjo histori. Po fjalia edhe një herë. Edhe një herë. Ja, Klos, prit një minutë, se edhe unë s'mund ta jap fjalën se po ma ndërpret mu bashkryetari dhe unë po bindem. Dhe një herë tjetër, jo, po s'bët kjo sfidë në këtë lloj forme, se jemi edhe live. Unë s'pranoj dhe sfida tjera, jo të pranoj një sfidë kaq vogël në komision, pas mund pranoj sfida tilla, në komision. Dhe një herë tjetër nuk po marr setin e pyetjeve, sepse e bëra marrëveshjen me veten time që do i le kolegëve qoftë nga maxhoranca dhe opozita, por parashtrimin tim nuk duat ma ndërpres askush. Asnjë deputeti s'mund t'ja ndërpresim dhe ne, jo më të ndërhyjmë ne në punën tonë si bashkëdrejtues. Këtu stop orkestra është i fjalë urtë popullore. Tani jepini fjalën tash se po e bën si sfidë. Po tash mos e bëjmë tani edhe një herë. Domethënë se unë e kuptoj shumë mirë, je live edhe je para saj që unë duhet jap fjalën dhe do jap fjalën se po e marr unë mikrofonin. Dhe po ta mbaroj fjalën se tash Jo pra, jepni fjalën, thjesht kaq. po mos e bëj si kalama mër burr ta mbaroj tash ç'është kjo histori. Po ç'është kjo ndërhyrje, unë se kuptoj. Ore, keni në 2 orë. Jo, jepe, po. Fjalën një personit maxhorancës, kaq. Po dakord. Po ta mbaroj unë. Nisi pikë. Edhe një herë tjetër. Në qoftë se nuk kuptoni pyetjen nga pohimi është çështje e konceptit gjuhësor. Dhe po, atëre jemi në momentin dhe fazën që po japim një shfaqje shumë të bukur si konceptit gjuhësor. Dhe po, atëre jemi në momentin dhe fazën që po japim një shfaqje shumë të bukur si komision, që as unë se dëshiroj, as kolegët e mi, as njëri nuk e dëshiron. Por me nervat qeta, sepse që po japim një shfaqje shumë të bukur